Një nga momentet më të mira të kësaj fushate është ky djali i vogël. Shikojeni videon. Me na shkurtu pakeronin e shkollës. Inteligjenca dhe sinqeriteti i tij tregojnë diçka shumë interesante. Fëmijët janë të mençur natyrshëm, po shpesh kultura, propaganda dhe shoqënia u atrbullojnë mendjen njerëzve me kalimin e kohës. Një djalë, 7 vjeç, del para dy politikanëve shumë të fuqishëm dhe ka një kërkesë konkrete. A mund ta shkurtoni orarin mësimor se po lodhemi? Pra, e di saktësisht se çfarë po e mundon dhe shkon me një kërkesë të qartë për të zgjidhur këtë problem. Krejt ndryshe nga shumë të rritur që merren me konspiracione, me tradhti, me puqe imagjinare, me dialogun me BE-n, apo me tema që shpesh as nuk u aprekun jetën drejt për drejt e as nuk u zgjidhin problemet jetësore tyne e reale. Tash krahasojeni këtë fëmijë me qindra komente në rrjetet sociale që flasin për tradhtimi ramen, që quajnë Albinin në Serbi e kështu me radhë. Ndonjëherë, një fëmijë e kupton më qartë jetën se sa një i rritur i zhytur gjithë ditën në propagandë politike. Pse nuk kërkonin këtë fushat me ndreq problemet reale, e të vërteta, e mos me u marrë me konspiracione, e me tradhti, e me tema të cilat nuk janë për juve, jo për juve, po nuk janë për kërkon hiç as për jetën tonë. Nëse pajtoheni me këtë, mos harroni ta bëni follow.